Listën e re të barnave pas afatit për shqyrtimin e kërkesave për përcaktimin e çmimeve të produkte medicinale e premtoi më 18 prill. Megjithatë, 24 prilli ende nuk e gjej Ministrinë e Shëndetësisë me këtë listë gati. Në mes periudhës kur MSH mori vendimin për çmimin e unifikuar të barnave e deri tek 1 shkurti, kur edhe nisi zbatimi, aplikuan vetëm gjysma e produkteve medicinale. E përrjedhoi, erdhi deri tek nevoja për një listë të re, që ende nuk e ka publikuar. Gjatë ndryshimit të çmimeve tash kanë aplikuar edhe kompanitë të cilat kanë aplikuar herën e parë, edhe tash këto kompani të tjera. Dhe tani komisioni mendoj që nuk ka mundur të trajtojë të gjitha këtë dhe zyrtarisht listën e dytë të cilën fillimisht e ka publikuar, listën e re, e ka anuluar dhe me një publikim apo me një vendim tjetër i ka anuluar dhe ka thënë Ministria pra me publikim zyrtar, ka thënë që kjo listë do të bëhet pra me datën 18 prill të këtij viti. Për odën e farmacistëve, kjo mbetet një dëshmi tjetër në dështimin e këtij vendimi. Kanë kaluar pothuajse diku parafërsisht 60 ditë. 60 ditë nga fillimi i aplikimeve të këtyre çmimeve dhe për momentin nuk kemi asnjë lloj përgjigje zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë. Kjo format adin ka qenë tepër i gabuar dhe ka qenë së filluari, së zbatuari 8 ditë para zgjedhjeve që nuk ka qenë korrekte dhe një mendësi e tillë adin e ka sjell këtë alarmim të cilën vazhdimisht e kemi paralajmëruar. Kritika oda e farmacistëve ka shprehur edhe për ministrin e detyrë, Vitia, i cili sipas odës nuk ka ftuar asnjëherë odën për konsultim. Televizioni ka provuar të marrë përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë rreth asaj se ku ka mbetur procesi dhe kur pritet përfundimi i listës, por ata nuk kanë kthyer përgjigje.